Kryeministri Edi Rama përmbledhi zhvillimet kryesore të javës në podcastin e tij, ku foli përsëri për pagat dhe pensionet që sipas tij do të rriten sërish. Kryeministri shtoi se viti i ardhshëm hyn me këmbë të mbar për shqiptarët. Duke e rikthyer sërish vëmendjen tek hapësirat publike, edhe gjatë kësaj jave puna për çlirimin e tyre vazhdon. Shtesat vend e pa vend, uzurpimet e pa justifikueshme dhe të pa tolerueshme vazhdojmë t'i përballim pa u ndalur për asnjë moment, ndërkohë që në Tiranë ka ecur mëtej puna dhe sasia e hapësirave të çliruara ka kapërcyer mbi 100.000 metra katror, edhe në Vlorë, ku problematika është jo e lehtë, puna ka ecur me çlirimin e një segmenti kyç, jo vetëm për Vlorën, por edhe për industrinë tonë kombëtare të turizmit, që është rruga transballkanike, një zonë e rëndësishme ku qytetarëve u janë rikthyer sërish ambientet e tyre të përbashkëta, natyrisht kanë nevojë të rikualifikohen, por ku njëkohësisht edhe të gjithë atyre që masivisht kalojnë nga rrugë do t'ju çelen syt kur i thon fjalës. Edhe gjatë kësaj jave kemi qenë në dispozicion të qytetarëve me parashtresat në detaje përmes digjesave publike të buxhetit të vitit që është në prag. Një vit që hyn me këmbë të mbar për shqiptarët sa i përket të ardhurave në radh parë, në paga dhe në pensione, por edhe sa i përket investimeve publike, që do të shënojnë përsëri të gjitha këto së bashku një rritje historike. Tani më Shqipëria është në një nivel tjetër. Ky është një fakt që do të bëhet çdo vit dhe më i prekshëm në jetën e përditshme të njerëzve tanë, të atyre që jetojnë me punë, qoftë në sektorin publik e qoftë në atë privat, në jetën e përditshme të pensionistëve, gjyshëve dhe gjysheve tona, në jetën e përditshme të atyre më në nevojë, për të cilët mbështetja, mbrojtja sociale vjen duke u rritur. Sepse ata që na dhanë besimin e jashtëzakonshëm me 83 mandate, një mbështetje e pa precedent për Shqipërinë 2030, jo vetëm meritojnë çdo vit më shumë, por do të kenë çdo vit e më shumë, pasi barra e borxhit ndaj tyre është e tillë që do të na bëjë të vazhdojmë të rrisim punën tonë për ditë e për ditë.